Dy aksidente rrugore kanë ndodhur pas ditën e të mërkurës në hyrje të qytetit të Durrësit, afërsisht 1 orë njëri pas tjetrit, si dhe një distancë rreth 2 kilometër të vendngjarjes nga vendngjarja. Aksidenti i parë rrugor është regjistruar në zonën e Arapajt, ku një automjet ka hyrë në kundërvajtje në aksin rrugor dhe është përplasur me një mjet të tonazhit të rënd. Si pasojë e përplasjes, ka mbetur i plagosur drejtuesi i automjetit, i cili sipas informacioneve deri tanishme ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët punuan për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti. Hetimet do të bëjnë me dije nëse drejtuesi i mjetit ka qenë në efektin e alkoolit apo nëse faktorë të tjerë kanë ndikuar që ai të hyjë në kundërvajtje në një aks rrugor me qarkullim të dëndër automjetësh. Ndërsa një orë më pas, një aksident tjetër rrugor është regjistruar në Durrës, në zonën e njohur si stacioni i trenit. Sipas informacioneve, një automjet është përfshirë në aksident, ndërsa si pasojë e aksidentit, një person ka mbetur i plagosur, i cili është transportuar menjëherë në spitalin rajonal të qytetit të Durrësit. Forcat e policisë kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe punuan për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të këtij aksidenti.